Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kapa babin me dashnoren, por nuk i tregova mamit. Jam Ilaria, 19 vjeçe dhe ajo që më ndodhi nuk do ta harroj kurrë. Gjithçka ndodhi një mbrëmje të zakonshme, por që më ka lënë një shok dhe një dilemë që ka kaluar shumë ditë të tëra që unë nuk isha e qetë. Gjithçka nisi kur u riktheva pak më herët nga fakulteti. Shtëpia ishte e qetë si zakonisht dhe mendova se do të përgatitesha për provimin e ditës tjetër. Por kur hapa derën e dhomës së nënës, pash diçka që nuk e prisja. Babi im Mondi nuk ishte vetëm. Një grua tjetër ishte aty. Ata ishin të afërt duke folur dhe duke buzë qeshur, krejt indiferent ndaj faktit se unë isha në dhomë. Fillova të dridhem. Zemra më rihte shumë fort. Si do të bëja unë që të dukesha inekzistente në ato momente. Nuk isha parë ndonjëherë babin në këtë lloj mënyre dhe dhimbja më përplasi si një val e madhe. Për disa sekonda nuk dija çfarë të bëja. Dëshiroja të bërtisja, të thërisja nënën, por diçka më ndaloi. Ishte si të mos doja të shija gjithçka të shkatrohej, por edhe nuk mund ta fsheja dot. Ndjeva një dhimbje që më diqte brenda shpirtit, një ndjenjë tradhtie që nuk e kisha menduar se ekzistonte mes prindërve. Kur ata më vun re, babi u përpoq të qetësohej. Më duk se po përpiqej të më mbante larg emocioneve të tij, por sytë e tij treguan gjithçka. Ajo grua u tëroi shpejt dhe u largua, por dhimbja që ndjeva nuk iku. Ditët që pasuan ishin një torturë për mua. Çdo herë që shija babin, ndjeja një përzierje mlefi dhe dashurie që më shkatronte. Më vinte turp, frikë dhe zemërim në të njëjtën kohë, por mbi të gjitha pyesja veten, si do t'ja tregoj mamit? Nuk doja që të vuante, por e ndjeja që ajo kishte të drejtë ta dinte. Çdo skenë e fshehur e babit më dukej si një tradhti e madhe për të. Por çdo herë që i afrohesha për t'i treguar, zëri më dridhej, sytë më mbusheshin me lotë dhe nuk isha forcë të flisja. Një ditë nuk mund të duroja më. E thira në kuzhinë dhe i thash direkt. Babi, e pash me sytë e mi. Ajo ngrit fytyra e tij ndryshoi ngjyrë, mund të shija trupin dhe frikën në sytë e tij. Nuk foli për disa sekonda, pastaj tha: Ilaria, nuk është ashtu siç duket. Është një gabim dhe një moment dobësie. Por nuk mund të ndaloja lotët. Nuk më interesonte shpjegimi, vetëm ndjenja e tradhtisë ishte e pamëshirshme. E pyeta, si ti the mamit? Ai heshti. Kishte frikë po aq sa unë. E kuptova që nuk ishte një mënyrë të lehtë. Askush nuk do të donte të më shihte të vuaja kështu. Pas ditësh të tëra, duke menduar, vendosa të flas, por jo menjëherë. Fillova të përgatitesha duke mbledhur çdo fakt që pash, çdo detaj dhe duke u përgatitur të mbaj qetësinë. Nuk ishte zemërim që doja ta shfaqja, por ishte e vërteta dhe mami im e meritonte. Kur dita erdhi, u ulëm të tre në dhomën e ndënjes. Zëri më dridhej, por thash gjithçka. Filluam me heshtje. Pastaj babi dhe unë treguam gjithçka, ndërsa mamit i dridheshin duart. Lotët e saj dhe zëri i thyer ishin më të dhimbshmit që kisha parë ndonjëherë. Por ndjeva gjithashtu një lehtësim, sepse vërteta ishte zbuluar. Pas asaj nate, gjërat nuk u kthyen më kurrë njësoj. Marrëdhënia ime me babin ndryshoi. Nuk ishte më ajo dikurshmja kur me atë që pash u krijua një mur i padukshëm mes nesh. Por diçka e rëndësishme ndodhi. Mësova se fshehja e së vërtetës sjell më shumë dhimbje se sa tregimi i saj. Ndërkohë mami dhe unë filluam të rindërtojmë marrëdhënien tonë. Lotët dhe mlefi nuk u shtuken menjëherë, por e kuptova se ndonjëherë dhimbja është mënyra që njerëzit zgjedhin të jenë të sinqertë dhe të fillojnë të shërohen. Dhe unë, Ilaria, mësova një mësim të rëndësishëm. Të ndjekësh të vërtetën edhe kur është e tmerrshme, është e vetmja mënyrë për të shpëtuar zemrën dhe shpirtin.